Këto njerëz të mëdhenj janë të tillë të mëdhenj jo sepse ja kanë dedikuar vetes së tyre. Pra pse profetët e Zotit, siç janë profetë që kanë cilësi të jashtëzakonshme, janë njerëzit më të thjeshtë dhe kulmi që mund të arrijnë, thonë, është grada Abdullah, robi i Zotit. Në të gjitha situatat, të gjithë profetët këtë kanë kërkuar për veten e tyre. Të jemi rob të Zotit, të jemi njerëz të Zotit, sepse ata e dinin që ai që është më e madh se çdo gjë është Zoti. Por për fat keq, siç e përmenda, që pjesa më e madhe e njerëzve mbeten tek mrekullia dhe nuk shkojnë përtej mrekullisë. Mbeten tek bukuria dhe nuk shkojnë përtej kush e ka krijuar këtë bukuri, kush e ka forcën për ta bërë diçka të tillë. Por edhe Meriemja alayhis salam dhe Isai alayhis salam, djali i Isai, në të gjitha situatat, po të shikosh, ata të çojnë tek Zoti. Edhe nëse njeriu i përdor shenjat për shkuar tek Zoti, atëherë ai e kupton madhështinë e Zotit. Nëse nuk i kupton shenjat dhe mbetet tek shenja, ai harron Zotin dhe fillon dhe adhuron dhe hynizon shenjat.